Assalamu alaikum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi. Namazi është shtylla e dytë e Islamit. Është shtylla më e rëndësishme pas shahadetit. Është vepra më e dashur tek Allahu i Lartësuar, sikur se sillet në një hadith të saktë nga Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, sa ai e ka pyetur profetin sallallahu alaihi wasallam: "Ya Rasulullah, ayu al-amali ahabbu ila Allah?" Qala as-salatu ala waqtiha. O i dërguari i Allahut, cila është vepra më e dashur për Allahun e Lartësuar? I tha profeti sallallahu alaihi wasallam: "Është namazi në kohën e vet." Kjo vepër, namazi, na bën të dashur tek Allahu i Lartësuar. Namazi është adhurimi më i mirë. Është vepra më e mirë, ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam: "Wa'lamu anna khayra a'malikum as-salah." Dijeni se vepra më e mirë që ju kryeni është namazi. Namazi është vepra që kryhet me zemër, me gojë dhe me gjymtyr. Pra, është adhurim me zemër, me gojë dhe me gjymtyr. Namazi është shtylla e Islamit. Dhe ai që s'fal namaz, një musliman që s'fal namaz, duhet ta kuptojë që fetaria e tij nuk ka shtyllë. Ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam: "Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah wa dharwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah." Kryet e fesë, themeli i fesë është shahadeti. Islami do të thotë shahadeti. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Shtylla e fesë është namazi. Namazi konsiderohet shtylla e fesë islame. Vepra e parë për cilën do na pyes Allahu i Lartësuar në ditën e gjykimit është namazi. Nëse njeriu e ka falë namazin në rregull, edhe veprat e tjera do t'i quhen në rregull. E nëse nuk e ka falur namazin rregullisht, atëherë edhe veprat e tjera nuk do t'i quhen në rregull. Ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam: "Awwalu ma yuhasabu alayhi al-'abdu min 'amalihi as-salah, fa in saluhat saluha sa'iru 'amalihi wa in fasadat fasada sa'iru 'amalihi." Vepra e parë për cilën do të pyetet njeriu në ditën e gjykimit, do të merret në llogari kur të dalë para Allahut të Lartësuar, është namazi. Nëse namazin e ka falur në rregull, atëherë edhe veprat e tjera i quhen në rregull, e nëse namazin nuk e ka pas në rregull, nëse nuk është kujdesur për namazin, atëherë edhe veprat e tjera nuk do t'i quhen në rregull. Allahu i Lartësuar ja ka bërë detyrë ummetit faljen e 5 namazeve në një bashkëbisedim me profetin sallallahu alaihi wasallam pa ndërmjetësinë e Xhibrilit. Allahu i Lartësuar e mori profetin në udhëtimin e mrekullueshëm të Isras dhe të Mirajit. Pra, e ngjiti profetin mbi qiellin e 7, bashkëbisedoi me profetin tonë sallallahu alaihi wasallam dhe ja komunikoi atij obligimin e 5 namazeve për muslimanët pa ndërmjetësinë e Xhibrilit alayhi wasallam. Përgjithsisht, shpalljen profetit tonë sallallahu alaihi wasallam ja ka sjell meleku Xhibril, por namazin Allahu i Lartësuar ja komunikoi vetë profetit sallallahu alaihi wasallam gjatë këtij udhëtimi të mrekullueshëm, kur profeti sallallahu alaihi wasallam ishte mbi qiellin e 7. Kjo tregon pozitën e lartë namazit, rëndësinë e madhe të namazit. Dhe Allahu i Lartësuar ja bëri të ditur profetit sallallahu alaihi wasallam gjatë kësaj bisede se ato janë 5 namaze, por shpërblimi i tyre është sa për 50 namaze. Namazi është një nga amanetet, një nga porositë e fundit që ka lënë profeti ynë sallallahu alaihi wasallam për ummetin e tij. Para se të vdiste profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "As-salah, as-salah." Kujdesuni për faljen e 5 namazeve, kujdesuni për faljen e 5 namazeve. Aq i rëndësishëm është namazi, saqë profeti sallallahu alaihi wasallam e ka theksuar çështjen e kujdesit për namazin edhe në fundin e jetës.
Profeti sallallahu alaihi wasallam do të na linte porosi në fundin e jetës çështje madhore, çështje më të rëndësishme, ose ato që janë çështje më të rëndësishme. Dhe namazi është një çështje shumë e rëndësishme. Falja e namazit ka rëndësi të madhe. Ndaj Profetit sallallahu alaihi wasallam na e ka lënë porosi në fundin e jetës së tij sallallahu alaihi wasallam. Namazi është çështja e fundit e fesë që lën njerëzit. Në qoftë se njerëzit në një vend e lënë namazin, aty fshihet feja, aty zhduken gjurmët e fesë. Prandaj në një vend ku falet namaz ka fe, dhe në një vend ku s'falet namaz, aty realisht nuk ka fe. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë një hadith: "La tulqadanna 'ura al-islami 'urwatan 'urwatan, kullama nuqidat 'urwatun tashabbatha an-nasu billati taliha, fa awwaluhunna naqdan al-hukmu wa akhiruhunna as-salah." I liqet e islamit do të zgjidhen njëri pas tjetrit. Pra çështjet e fesë njerëzit do t'i lënë pas dore njëra pas tjetrës. Çështja e parë e fesë që do të braktiset, do të lihet është domethënë qeverisja, gjykimi me ligjet e shariatit dhe zbatimi i ligjeve të shariatit. Dhe çështja e fundit e fesë që do të lënë njerëzit është namazi. Dhe kjo kuptojmë se nëse njerëzit e lënë namazin, aty s'ka fe. Dhe ne e kemi vërejtur diçka të tillë në vendin tonë. Në zonat ku ka pas njerëz që kanë falë namaz gjatë regjimit komunist, ka fe më shumë. Dhe në zonat ku s'ka pas njerëz që kanë falë namaz, është fshirë feja, janë zhdukur gjurmët e profecisë. Dhe aty ka pak njerëz, domethënë që respektojnë fenë apo që tregojnë devocion fetar, edhe pse alhamdulillah radhët e atyre që po bëhen besimtar devotshëm, që po respektojnë rregullat e fesë, janë në rritje, domethënë kudo në vendin tonë, por ky është realiteti, domethënë ku ka namaz, ka fe. Ku lihet namazi, aty zhduket edhe feja. Allahu subhanahu wa ta'ala ka përmendur namazin në shumë vende në Kur'an. Ka përmendur në më se 70 vende. Kjo tregon rëndësinë e faljes së namazit. Është një detyrë madhore. Allahu i lartësuar ka thënë: "Wa aqimu s-salata wa atu z-zaka", falni namazin dhe jepni zakatin. E ka përsëritur këtë në disa vende në Kur'an. Allahu i lartësuar e ka përmendur namazin në Kur'an dhe bashkë me disa ibadete të tjera. E ka përmendur bashkë me dhikrin. Ka thënë: "Inna s-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar." Namazi dalon nga punët e turpshme dhe nga veprat e këqija. Dhe dhikri i Allahut të lartësuar gjatë namazit është më i madh, është çështja më e rëndësishme. Allahu i lartësuar ka përmendur namazin dhe bashkë me zakatin. E ka përmendur, siç që ajeti që citova pak më përpara, e ka përmendur dhe bashkë me durimin, të Allahu i lartësuar: "Wasta'inu bis-sabri was-salah." Ndihmohuni në çështjet tuaja me durim dhe me namaz. Kërkoni ndihmë Allahut për realizimin e çështjeve, qofshin çështje të jetës apo çështje të fesë, me durim edhe me namaz. Allahu i lartësuar e ka përmendur namazin edhe bashkë me kurbanin. Ka thënë: "Fasalli li rabbika wanhar." Fal namaz për Zotin tënd dhe prej kurban vetëm për ta. "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la sharika lahu bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Thuaj namazin im, kurbani im, jeta ime dhe vdekja ime janë për Allahun Zotin e botëve. Ai nuk ka shok, është i vetëm i pashoq. Për këtë jam urdhëruar dhe unë jam i pari i muslimanëve. Allahu subhanahu wa ta'ala na e ka bërë detyrë që të falim namazin në të gjitha gjendjet. Qoftë kur je në vendin tënd, edhe kur je në udhtim, në kushte frike dhe në kushte sigurie.
Allahu ka përmendur në Kur'an edhe mënyrën se si falet namazi në kushte frike. Kushte frike, do gjatë luftës me armiqt. Madje ka përmendur dhe mënyrën e faljes së namazit me xhamat në kushte të tilla. Allahu subhanahu wa ta'ala na ka bërë detyrë atëherë falë namaz gjitha gjendje. Edhe kur është i smur, muslimani fal namaz. Po për smurin ka lehtësime, por nuk është vendi këtu për t'i sqaruar, domethënë bëj gjë këtë çështje. Por apo kjo tregon pozitën e namazit. Gjitha gjendjet duhet të fal muslimani namaz. Përderisa e ka mendjen, muslimani ka detyrë që të fal namazin, qoftë edhe nëse është i smur dhe nuk bën me lën namazin. Namazi është dritë. Me namaz, me faljen e namazit, besimtarit i drejtohet zemra. E Allahu lartësuar jep shkëlqim, jep nur, jep dritë në fytyrë. Namazi do të jetë dritë për besimtarin në varr. Varret për njerëzit do të jetë errësirë. Kush ka fal namaz me çelësi për Allahun, me sinqeritet, do i bëhet varri dritë. Do jetë dritë për besimtarin namazit ditë e gjykimit, dritë në urën e siratit, sepse profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë as-salatu nurun. Namazi është dritë. O salatu nur, namazi është dritë, ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam. Namazi është sebeb për të fituar xhenetin, për të shpëtuar nga zjarri i xhenemit. Allahu ka dhënë fjalën, ka dhënë besën se do t'i çojë në xhenet ata njerëz që falin rregullisht pesë namaze. Ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam në hadithin e transmetuar nga Ubada radhiyallahu anhu, khamsu salawatin katabahunna Allahu ala al-ibad, faman hafaza alayhinna kana lahu ahdun 'inda Allahi an yudkhilahu al-jannah. Pesë namazë Allahu lartësuar ka bërë detyrë robëve të tij. Kush i fal pesë namazet rregullisht, ka besën e Allahut të lartësuar që ta çojë në xhenet. E kush nuk i fal namazet rregullisht, nuk e ka këtë premtim të Allahut. Nëse do Allahu e fal dhe nëse do e dëshkon. Namazi na afron tek Allahu i lartësuar. Me namazin bëhemi dashur të Allahut, afrohemi tek Allahu i lartësuar. Atë profeti sallallahu alaihi wasallam i ka thënë njërit me shokët e tij që quhej Thauban, i ka thënë alejke bi kathrati sujud, fa innaka lan tasjuda lillahi sajda illa rafa'aka biha daraja wa hatta 'anka biha khati'a. I ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, fal namaz shpesh. Se për çdo namaz që do të falësh, Allahu lartësuar do të ngrejë një grad dhe do ta fshijë një gjuna. Namazi, si përmendur këtë hadith, është shkak dhe për fshirjen e gjunaheve. Prandaj profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë në hadith: "Ara'aytum law anna nahra bi babi ahadikum yaghtasilu fihi 7 marrat, hal yabqa bi daranihi shay?" Do tregoni, nëse në pragun e shtëpisë do njëri për ju shkalon një lum dhe lahet në të 5 herë në ditë, ai mbetet pa pastërti në trup, sa djoi dërguar Allahut. Qala fa dhalika mathalu as-salawat al-khams yamhu Allahu bihinna al-khataya. Ka thënë, pra, nëse do të kalonte një lum në pragun e shtëpisë do njëri për ju, a do t'i mbeste pa pastërti në trup, sa djoi dërguar Allahut. Po la 5 herë ditë robi nuk i mbetet gjallë në trup. Tha profeti sallallahu alaihi wasallam, kështu është edhe shembulli 5 namazeve. Me 5 namazet Allahu lartësuar e pastron robin nga gjunahet, kështu që falja e 5 namazeve është shkak për fshirjen e gjunaheve. Namazi është bashkëbisedim me Allahun subhanahu wa taala, ku besimtari çohet për të falë namaz, ai bashkëbisedon me Allahun, siç e ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam në hadith, ka thënë, kur dëgjoj për ju çohet për të falë namaz, ai po bisedon me Allahun subhanahu wa taala. Prandaj dhe në hadith tjetër përmendet se Allahu lartësuar ka thënë, unë kam dhënë namazin mes meje dhe mes robit tim. Namazin në këtë hadith, fjala namazit në hadith bën fjalë për surën Fatiha. Kur robi thot elhamdulillahi rabbil alamin, Allahu lartësuar thot më falenderoj robi im. Kur robi thot Ar-Rahmanir Rahim, Allahu lartësuar thot më ka lavdëruar robi im. Kur robi thot Maliki Yawmiddin, Allahu lartësuar thot më ka madhëruar robi im. Kur robi thot Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm prej teje ndihmë kërkojmë, Allahu lartësuar thot kjo është ndërmjet meje dhe ndërmjet robit tim. Kur robi thot ihdinas siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin, Allahu lartësuar thot
Kjo i përket robit tim. Pra vërejmë që namazi është bashkëbisedim me Allahu, duhet që besimtari ta ndjej që kur çohet me fal namaz, po flet me krijuesin e gjithësisë, po flet me Zotin e tij, po përulet para Zotit e tij, po i tregon dashurisë Zotit, po afrohet tek Allahu subhanahu wa taala. Prandaj namazi është vepra më e dashur tek Allahu, është vepra më e mirë, është adhurimi kryesor që ne kryejmë për Allahu subhanahu wa taala dhe dihet që ne jemi krijuar që ta adhurojmë Allahun. Dhe një njeri që nuk fal namazin, nuk kryet vepër për cilën e ka krijuar Allahu i lartësuar. Se përdesë jemi krijuar për të adhuruar Allahun dhe namazi është adhurimi më i mirë, atëherë ne jemi krijuar që të falim namaz, që t'i falemi Zotit. Dhe kush nuk i falet Zotit, ai duke përmbush qëllimin për cilin e ka krijuar Allahu i lartësuar. Atëherë si mund të pres përbim tek Allahu? Si mund të afrohet tek Allahu? Si mund të jetë për aty që do fitojnë kënaqësinë e Allahut, nëse robi nuk kryet vepër për të cilën e ka krijuar Allahu? Allahu na ka krijuar, ne i ka dhënë gjitha të mirat dhe kërkon për ne që të falim namaz. Nëse robi nuk fal namaz, ai nuk është falëndërues ndaj Allahut të lartësuar. Ai nuk tregohet mirënjohës ndaj krijuesit të gjithësisë, i cili na ka krijuar dhe na i ka bërë të gjitha të mirat. Prandaj dhe falja e namazit na jep qetësi, na jep kënaqësi. Padyshim që ata që falin namaz do kenë mirësi të mëdha në këtë botë, do kenë mirësi të shumta në ahiret. Dhe një nga mirësitë e namazit është se Allahu i lartësuar u jep preje, u jep qetësi, u jep kënaqësi atyre që falin namaz në shpirtrat e tyre, të shumtë janë njerëz në kohën tonë që vuajnë nga smundje shpirtërore, nga problemet psikike, nga gjendjet depresive, që nuk kanë qetësi, kanë strese. Po shumë njerëz nuk e dinë se është namazi sebeb për qetësi në shpirt. Nëse do të falim namaz, Allahu i lartësuar na jep kënaqësi dhe qetësi. Prandaj dhe profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Wa ju'ilat qurratu 'ayni fi s-salah." Unë kënaqësinë e ndjej në namaz. Gjithashtu sillet në hadith se profeti i thoshte Bilalit, Bilali ka qenë muezini i profetit sallallahu alaihi wasallam, dhe profeti sallallahu alaihi wasallam i thoshte Bilalit: "Arihna biha ya Bilal", na rehaton me namazin, se namazi na jep qetësi, namazi na rehaton. Namazi është lidhje me Allahu subhanahu wa taala, dhe përderisa është lidhje me Allahun, atëherë nuk ka sësi, mos ketë domethënë ndikim në shpirtin e njeriu, në mendjen e tij, në ndjeshmërinë e njeriu. Namazi është edhe sebeb për lehtësimin e jetesës, për mirësimin e jetesës, për shembull, sepse Allahu subhanahu wa taala për shembull ka thënë në Kur'an, thotë: "Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha, la nas'aluka rizqa, nahnu narzuquk." Ka thënë urdhroje familjen tënde që të falin namazin dhe duroj në faljen e namazit. Ne nuk kërkojmë prej teje rrezik, jetesë. Ne të furnizojmë ty, ne ta japim jetesën, ne ta japim rrezikun, vjetët e jetesës. Atëherë në ky ajet ne mësojmë se falja e namazit, nëse besimtari fal namazin, nëse porosit këshillon dhe familjen e tij që të falin namaz dhe i edukon pjesëtarët e familjes, përfshi dhe fëmijët që të falin namaz, kjo është sebeb për lehtësimin e jetesës, për përmirësimin e jetesës, për bollok në mjetet e jetesës, sikur se përmendet ai në Kur'an se premton Allahu në atë thotë: "Nahnu narzuquk", ne të japim jetesën ty. Prandaj nëse në një familje do falet namaz, kjo familje ka marrësi, ka sukses, do ketë lehtësim. E nëse çanoj këtë çështje e namazit, nëse do të pazorë namazit, atëherë lidhin problemet në familje. Kushti i namazit rrezikon dënim të madh me Allahu subhanahu wa taala. Allahu i lartësuar i ka paralajmëruar për dëshkim të rënd ata njerëz që lën pazor namazin, që kujdesen për kohën e namazit. Një namaz e fal kohën e vet, një tjetër se fal kohën e vet. Ka njerëz për shembull që i shtyjnë namazet edhe namazet del nga koha. Këta bëjnë gjunah të madh. Një namaz si ku me elon njëri ndesa i del nga koha, mbaron kohën e namazit, bën gjunah të madh. Po nëse njeriu nuk falet fare, atëherë është gjunaqar shumë i madh. Në namazit është gjunah më i rëndë, më i madh sa konsumimi i pijeve dense, gjunah më i rëndë se sa immoraliteti, gjunah më i rëndë se sa vjedhja, me pajtimin e të gjithë dietarëve të umetit islam. Unë alimisht kështu e konsideroj dietarët e umetit lënë namazin. Allahu subhanahu wa taala duke paralajmëruar për dëshkim dhe dështim dhe shkatrim ata që nuk kujdesen për faljen e namazit, ka thënë:
فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. Pas atyre që Allahu u bëri mirësi, erdhën breza të këqij, të cilët e lanë pas dorë namazit, ose lanë pas dorë kohën e namazit, shtrin namazet dhe nuk I falin kohën e vet, ose nuk kujdeset për kushtet e vlefshmërisë së namazit, shtyllat, farzet e namazit, vaxhimet, nuk kujdesin ta falë namazin siç duhet, që të qetësohet namaz, ose sa në fare. Këta, I paralajmëron Allahu I lartësuar për dëshkim, lanë pas dorë namazit, do që dëshirë duke bërë gjunahe, dhe këta do të kenë dëshkim, shkatrim, vujtje, dënim, do të dështojnë, duke vuajtur dënimin në zjarrin e xhenemit. Allahu na ruaj, kështu e ka shpjeguar dietarët ajetin që citova. Pashtu Allahu ka thënë në Kur'an: "Fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun." Mirë për ata që falin namaz, por që janë të shkujdesur ndaj faljes së namazit. Si mund të tregoj njeriu pa kujdesi, nuk kujdesi ta falë namazin kohën e vet. I kalon koha e namazit. Nuk kujdesi që namazin ta kryejë siç e ka kryer profeti. Nuk plotson kushtet e vlefshmërisë së namazit, nuk kujdeset për pastrimin, për shembull pastërtinë, ose nuk plotson farzet e namazit. Këta njerëz rrezikojnë dënim. Allahu lartësuar thotë mirë për ta. Domethënë që ata rrezikojnë shkatrohen, të dështojnë, të humbin, të vuajnë dënimin e Allahu subhanahu wa taala. Profeti sallallahu alaihi wasallam e ka konsideruar lëndën e namazit një vepër mosbesimi, kufër. Ka thënë bejna ar-rajul wa bejna ar-rajuli wa bejna al-kufri tarku as-salah. Ndërmjet njeriu dhe kufrit, mosbesimit, është lëndja e namazit. Gjithashtu profeti ka thënë një hadith tjetër: "El-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar." Besa për mbrojtjen e tyre është namazi. Besa, besnesh dhe bestyre, bes muslimanëve dhe munafikëve, që garanton mbrojtjen e tyre është namazi. Faman tarakaha faqad kafar. Kur të namazin ai bën kufër. Shokët e profetit, sikur se sjellë transmetim të sa, e kanë konsideruar lëndën e namazit kufër. Kana ashabu Muhammedin la yarawna shay'an min al-a'mal tarkuhu kufr ghayra as-salah. Dhe çështja e lëndës së namazit është tepër e rrezikshme. Ndaj duhet që të këshillojmë agjëruesit të falin namaz, të falin 5 kohë të namazit, se falja 5 namazeve është edhe më e rëndësishme se agjërimi i muajit Ramazanit. Agjërimi i muajit Ramazanit është farz, është një shtyllë e Islamit, por namazi, falja 5 namazeve është shtylla e dytë e Islamit. Është shtylla e Islamit. Namazi ka një pozitë shumë të rëndësishme. Lënia e namazit konsiderohet një nga gjunahet më të mëdha, sikur që e sqarova, dhe padyshim, nëse njeriu agjiron dhe e di rëndësinë e namazit, dhe s'ka namaz, agjërimi I tij ka mangësi të mëdha, dhe mundet që ai të mos e arrijë mirësitë e agjërimit tek Allahu subhanahu wa taala. Ne nuk themi që nuk I pranohet agjërimi. Atë I quhet agjërimi si një vepër përderisa është besimtar musliman, përderisa nuk mohon diçka të njohur të fesë, përderisa nuk e mohon obligimin e namazit, ai konsiderohet musliman. Mirë po, është musliman gjunaqtar I madh. Dhe agjërimi I tij ka mangësi. Prandaj të këshillojmë ata të cilët agjërojnë dhe nuk falin namaz, që të bëjnë ndryshim në këtë muaj të bekuar, të fillojnë të falin namazin, të hapin një faqe të re, të kushtohen Allahut, të drejtohen Allahut, që të arrijnë kënaqësinë dhe mirësinë e Allahut subhanahu wa taala, lutja Allahu subhanahu wa taala që ta mundsoj faljen e namazit rregullisht. Ibrahim alayhis salam I ka bërë lutje Allahut të lartësuar që t'ia lehtësonte faljen e namazit atij dhe pasardhësve të tij, duke thënë: "Rabbi ij'alni muqima as-salati wa min dhurriyyati." Zoti më bëj mua për atyre që falin namazin dhe bëj dhe nga pasardhësit e mi që të falin namazin rregullisht. Njeriu ka nevojë për udhëzim të veçantë, ka nevojë që Allahu t'ia bëjë mbar faljen e namazit.
Ndaj dhe Ibrahimi a.s. i është lutur Allahu subhanahu wa ta'ala për këtë çështje. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyyina Muhammad.